Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për luftën e lindjen e mesme. Këtë radhë do ta trajtojmë duke parë një tjetër këndvështrim. Do ta shohim nga Moska ku do të flasim me gazetarin Misha Puma. Misha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit ju. Sot ka pas një takim ministri i jashtëm iranian me Putin. Qëndrimi besoj është i qartë, siç e shprehu Putin në mbështetje të Iranit, por do mbetet vetëm me fjalë apo edhe me veprime. Deri ku do të shkojë Rusia, sepse një konflikt e ka në Ukrainë. Tani Siria iku nga duart, Irani është drejt fundit. Ndoshta, kështu sigur mendoj një pjesë analistëve. Po, ka të ngjarë që domethënë kjo luftë domethënë të nxjerrë pak edhe disa nuanca të reja. Një nga nuancat e reja që nxjerr kjo luftë në le të themi në kuadrin e arsyetimit nga pala ruse është që Rusia ka një traktat, le të themi një marrëveshje me Iranin për bashkëpunim strategjik. Mirë po ky bashkëpunim që biles është ratifikuar dhe nga parlamenti iranian para 3 ditësh, pra kujtuan ditët e fundit për ta ratifikuar. Në fakt ky traktat bashkëpunimi ka vetëm qëllim të mbështetjen diplomatike të reciproke të palëve, nuk ka nënkupton një ndihmë ushtarake të mirëfillt nga njëra palë apo nga ana tjetër. Do të pyesni ju po dronët që për shembull Irani ka dhënë Rusisë, që ajo është thjesht apo një tregti lishofare. Domethënë Rusia ka paguar dhe ka marrë ato drona që i ka përdorur në luftë. Në momentin biles që Rusia nuk i jep të rëndësi shumë dronave, se tash Rusia është bërë një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të dronëve. Brenda, domethënë është komplet ndryshe, është riorientuar prodhimi, domethënë. Në fillim rusët nuk i jepnin si shumë vende të tjera të botës, përfshirë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ata kishin gjithmonë dron, por jo në atë formë dhe në atë mastabe që ka për shembull tashti, për masa që ka tashti. Pra, desha të thojë një diçka tjetër që në takimin që u bë, kuptohet që Putini dënoi sulmin ndaj Iranit, duke deklaruar që ishte një sulm absolutisht i paprovokuar nga pala iraniane. Pra, juridikisht dhe diplomatikisht le themi Rusia, sidomos Ministria e Jashtme ruse, me nota shumë të forta denoncoi dhe dënoi sulmin amerikan. Gjithashtu edhe përfaqësuesi i Rusisë në OKB Nebenzia gjithashtu deklaroi këtë gjë, që përveç që Shtetet Bashkuara të Amerikës goditën në reputacionin e tyre, por edhe do krijojnë precedente dhe për veprime shumë të rrezikshme që do të synonin paqen e gjithë rajonit të lindjes së mesme dhe gjetk. Pra, nga ana gjeopolitike dhe them diplomatike, qartë që Rusia nuk mund të merrte dhe nuk mund të mbante një qëllim tjetër. Nga ana tjetër, në një konferencë shtypi të dhënë 3 ditë më përpara në forumin ekonomik ndërkombëtar në Peterburg, Putini deklaroi që nga njëra anë është Irani dhe kur e pyetën pse juve nuk e ndihmoni Iranin, ishin gazetarë të huaj nga Reuters, mos gaboj, apo nga vendet perëndimore. Dhe ai u përgjigj, domethënë në mënyrë të qartë që Rusia nuk ka domethënë domosdoshmëri dhe detyrime ndaj Iranit për ta ndihmuar ushtarakisht. Kjo është e para. E dyta tha, neve ju kemi ofruar kolegëve tanë iranianë në të kaluarën për të bashkëpunuar në ndërtimin e sistemit kundërajror iranian. Kuptohet, duke shitur domethënë le të themi sisteme të ndryshme kundërajrore. Dhe Irani ka refuzuar. Pra, domethënë në këtë drejtim neve nuk kemi tradhuar askënd. Nga ana tjetër tha, neve kemi në Izrael, tha, Izraeli është për neve një shtet jo do si do. Izraeli ka një popullat ku një pjesë e madhe e popullatës atje është rusfolse dhe një pjesë e madhe e kësaj popullate rusfolse janë akoma qytetarë të Rusisë në shtetësi të dyfisht. Pra, neve nuk mund të, domethënë la të kuptoj që nuk mund të godisim qytetarët tanë. Pra, është shumë e vështirë dhe mendoj biles ka të ngjarë që
e pamundur që Rusia të ndihmojë ushtarakisht Izraelin. Nga ana tjetër varet edhe nga se ka ca le të themi situata të çuditshme që kanë ndalë në pak gjatë luftës së Iranit me Izraelin. Goditjet e para të Izraelit që u bën në Iran kanë qenë një teknologji diku e parë më përpara. Pra, desha thoja këtë gjë, për shembull kur shërbimet sekrete iraniane, izraeliane, deportuan brenda territorit iranian, ku kanë montuar dronet që do godisnin sistemin kundërajror të Iranit, pra jo nga Izraeli ku e pritshin dhe do ta godisnin, por brenda Iranit. Dhe kjo taktik të çon në mendje tek sulmet ndaj triadës ruse të avionëve strategjik rus nga ana e Ukrainës një muaj përpara. Pra, teknologjia e tyre është e ngjashme dhe pyetja ishte, a ka marrë pjesë Masadi në organizimin e sulmeve ndaj triadës ruse? Rusia është një nga mos i vetmi shtet, një nga të paktat shtete që ka aset dhe ka domethënë qasje të dy palët e konfliktit, si te Izraeli, ashtu dhe tek Irani. Edhe presidenti Putin në ditën kur filloi konflikti foli si me presidentin iranian Pezeshkian, ashtu dhe me homologun e tij, kryeministrin e Izraelit Bibi Netanyahu. Dhe Netanyahu, do me thënë, kuptohet që Putini i shpreu shqetësimin dhe dënimin e sulmit ndaj Iranit, por nga ana tjetër deklaroi që i kërkoi edhe garanci biles që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të mos godisnin një central bërthamor në Iran që ndodhet në Bushehr. Pikërisht është një vend ku punojnë mbi 200 specialistë rus, siç tha vetë Putini 3 ditë përpara. Pra, edhe është një fakt interesant që lufta filloi dhe po vazhdon, ndërsa ata specialistë janë në vendin e tyre. Dhe ky central bërthamor, që është kuptohet një central bërthamor elektrik, nuk është, domethënë, një objekt ushtarak, nuk është goditur nga Izraeli. Pra, interesi rus nuk është prekur. Do me thënë, sa mund të jetë interes rus ky e qartë, por do me thënë kuptohet që është biznesu rus me iranianët. Dhe ka pasur, do me thënë, goditje të Busherit, ka pasur goditje të aeroportit të Busherit, të pikave ushtarake në Busher, po jo të centralit bërthamor. Pra, kjo mund të jetë një gjë që mund të jetë një marrëveshje më parshme dhe lufta vazhdon, do me thënë, por edhe në rrogos, si thuash, bëhen edhe marrëveshje që ne mos i dim. Edhe unë mund të përmend vetëm një fakt, po mund të ketë dhe fakte të tjerë. Për shembull, pardje kishte një lajm tjetër me insider, po e them, nuk e di se sa mund ta vërtetojnë, por do me thënë, më falni, biles lajmi ishte i djeshëm, që Rusia ishte informuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmin në Iran. Kjo është një gjë shumë, do me thënë se po të jetë e vërtet, sepse kjo tregon që superfuqit koordinojnë veprimet e tyre, veprojnë në interesin e tyre, lëshojnë pe ku duhet dhe tolerojnë ku duhet dhe marrin të veten ku duhet. Ka një luftë e kontrolluar. Ka të ngjarë, nuk mund ta afirmoj plotësisht, sepse sot për shembull shefi i zbulimit të Rusisë deklaroi që Rusia nuk ka pasur dieni që më përpara për sulmet në Iran. Mirë po, edhe sikur kjo të ishte e kundërta, unë mendoj personalisht që pala ruse nuk do ta pranonte këtë gjë, sepse kjo do të ndilte në ndesh me interesat, do të thënë, se si ka mundësi që një, le të themi, aleat strategjik që është Rusia për Iranin, e dinte për sulmin dhe nuk njoftoi Iranin. Pra, është një diçka shumë e rëndë. Prandaj edhe sigurisht që Rusia nuk do ta pranonte kurrë këtë gjë. Prandaj ndoshta është bërë dhe kjo, mund të jetë dhe vërtet që nuk e ka ditur, por si themi, nuk jetë. Kjo është ajo që duket, sikur thatë edhe ju pak më lart, nën rrogoz. Edhe sipas specialistëve, analistëve në Moskë, ka shanse që Rusia mos përfshihet ushtarakisht duke ndihmuar Iranin në një tjetër mënyrë?
Por shikoni si tash si është situata. Le ta zëm që Rusia ndihmon Iranin për të riorganizuar mbrojtjen kundër ajrore. Jo për sulme, për le të themi Koha nuk për pret. mbrojtjen kundër ajrore. Kjo gjë do të ndihmonte për paqen apo jo? Jo. Do me thënë, si mbas jush, që të ndihmonte paqen duhet që të azgjësohet komplet shteti iranian dhe regjimi në fuqi. Po kush është basi atëre? Atëre shikoni, mendoj unë tash, unë flas domethënë me atë pikpamjen time, duke parë dhe realitetin se si reagojnë mediat këtu dhe Kremlini zyrtar, sigurisht. Duke konsideruar këtë gjë një realitet që na pëlqen, s'na pëlqen është tjetër gjë, por që është një realitet. Në qoftë se unë nuk kam as kur farë simpati personalisht për regjimin e Ayatollahëve, një respekt maksimal për popullin iranian, për një popull të shumë vuajtur dhe krenar dhe të virtytshëm. Një shtet që Persia ka qenë një shtet shumë i rëndësishëm në historinë e njerëzimit, një perandori e shquar, një civilizim i madh dhe është gabim i madh kur transmetohet për shembull lufta perso-greke si luftë e lindjes me perëndimin, nuk është ka qenë thjesht një përleshje e dy qytetërimeve, por jo të lindjes me perëndimin. Dhe atëherë në atë kohë nuk ka pasur musliman dhe katolik edhe të krishterë. Pra, edhe bile sa leka i madh shkatroi Perseopolisin që është një nga kryeveprat e civilizimit botëror, le të themi kështu. Prandaj nga ana tjetër, kush janë barbarë dhe kush nuk janë barbarë është një pyetje e hapur gjithmonë. Pra, po të sikur të ndodhte gjithsesi një zhvendosje, le themi një goditje e regjimit Ayatollahëve në Iran dhe të fitonte për shembull opozita. Unë mendoj që do të ishte një kaos komplet për rajonin, pasi mbas kësaj do të fillonin tendencat e shpërbërjes së Iranit në pjesë dhe në copza më të vogla. Dhe do të dilte në pah një problem shumë i rrezikshëm, ndoshta edhe një kaos shumë e drejtë, që është çështja kurde. Kur ne le të kujtojmë që kurdët e Sirisë tashmë jetojnë në mënyrë pothuajse të pavarur nga shteti, në Irak po nuk ka shtet fare, të fillonin dhe këta kurdët e Iranit dhe problemi kur do vinte te Turqia e Erdoganit. Edhe do të kalonte efekti domino i luftrave të pafundme në rajon, që edhe kështu është fuqi baruti, dhe do të ndërlikonte akoma më keq situatën në rajon. E përsëris edhe një herë, nuk jam absolutisht fanat i Ayatollahëve. Unë uroj që, por për hir të vërtetës duhet thënë që edhe regjimi i Shahut, që ka qenë më përpara, nuk ka qenë një regjim demokratik siç e përmendin, e kështu kuptohet, ka qenë tolerant, lejoheshin fundet e minifundet, edhe gratë nuk mbylleshin me perçe, po nga ana tjetër ka pasur shumë ai përndryshe gjithashtu kundërshtarët e vet, ka pasur një korrupsion të tmerrshëm, dhe kur fillojnë tash edhe flasin për të birin e tij, Reza Pahlavi, që do mund të vijë rivi në pushtet etj, nuk besoj që opozita do ta lejonte një gjë të tillë. Opozita iraniane është një pozitë paradoksale në fakt. Ajo gëzohet sa herë që Izraeli bombardon vendin e tyre. Nga një anë mund t'i kuptosh sepse në çfarë gjendje mund t'i ketë sjell ky regjimi i Iranit, derisa ata janë në gjendje të brohorasin armikun e tyre për të përmbysur regjimin në fuqi. Është e kuptueshme. Po të kujtojmë kohën e Enver Hoxhës, për ata që e kanë vuajtur atë kohë, për ata është e kuptueshme një gjë e tillë. Prandaj ky është një fakt. Por nga ana tjetër, presidenti Trump deklaroi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qëllim ndërimin e pushtetit në Iran. Biles një lajm i fundit që kaloi, do të thënë ishte kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet zyrtarëve të pakonfirmuar arab i kanë transmetuar Iranit që Izraeli është gati të ndalojë luftën në ditët e ardhme. Do të thënë dhe pala iraniane është përgjigjur që neve jemi të detyruar të përgjigjemi sulmeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të jetë kjo përgjigje?
përveç domethënë forcave të zyrtare, domethënë forcave ushtarake që ka disponon Irani akoma, që janë në një fuqi të konsiderueshme, mendoj që do të futen në veprim edhe forcat pro-iraniane, proxy që janë në vendet e tjera të rajonit, në Irak, në Siri, në Liban, dhe biles lajmi i fundit ishte që edhe një lajm tjetër i fundit ishte që është sulmuar tashmë një bazë amerikane në Siri. Dhe kuptohet që mund të bëjnë paralele kush mund ta ketë organizuar. Nga ana tjetër janë ajo milicia Houthi në Yemen, që mund të krijonte shumë probleme siç ka krijuar në të kaluarën, edhe mund të armatimi i Houthi më keq akoma mund të ishte një hakmarrje indirekte, po një hakmarrje goxha e madhe ndaj aeroplan mbajtësve, ndaj anive të ndryshme, qoftë jo vetëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por thonë edhe të Francës, të Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Pra, kjo mund të ishte një përgjigje. Gjithashtu bllokimi i ngushtitës së Hormuzit. Kjo mund të sillte një katastrofë ekonomike për shumë vende të botës, sidomos për Europën në përgjithësi. Rusia sa preket nga kjo? Rusia, unë tashi kuptohet që ka mendimin tim, por unë nga ana ekonomike Rusia do fërkonte duart. Ashtu si sado që të jetë paradoksale dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po e shpjegoj pse mendoj kështu. U mbyll ngushtica e Hormuzit qoftë për 1-2 javë. Çmimi i naftës do të shkonte në stratosferë. Mbas kësaj çfarë do ndodhte? Nga njëra anë, domethënë, Shtetet e Europës ka një statistikë që 20% e naftës botërore që shkon në Europë shkon nëpërmjet ngushticës së Hormuzit. Pra do të kishte një mangësi nafte, qoftë edhe me çmime të larta, por nuk do të kishte de facto naftë. Dhe Europa që i ka vënë sankcione vetes për mos tregtuar me Rusin, ku do ta merrte naftën? Një vetëm burim i naftës që mund ta blente janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, me një çmim të madh dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që një nga arsyet, përveç atyre presionit të trysnisë, lobeve ebreje që ka pasur Trumpi, kjo mund të jetë një nga arsyet, domethënë jo dytësore, që Shtetet e Bashkuara goditën Iranin. Pra, ka një interes goxha të madh dhe Europa do të jetë e detyruar të blejë naftën dhe gazin me çmime të stërlarta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, goditën nga kjo gjë edhe Kina. Kina sigurisht ka ndërmarrë masa diplomatike shumë të forta, ka pasur edhe 3 ditë përpara ka pasur një le të themi një lajm që një avion Boeing 347 i Mallrave ka kaluar nëpërmjet Kinës së Veriut, nëpërmjet Kazakistanit, Turkmenisë dhe u zhdu nga radarët pikërisht në detin Kaspik, ku futet në Iran. Pra, dhe ekspertët janë të mendimit që ky ka qenë një furnizim ushtarak për regjimin e Iranit. Pra dhe kjo mund të jetë një temë që kinezët domethënë mund të jenë një mash tjetër për të ndihmuar Iranin, por Kina është një çik më e mbrojtur se sa Europa në këtë drejtim, pasi ka një kufi me Rusin dhe mund ta marrë edhe naftën dhe gazin andej fundit. Edhe mund të bëjnë marrëveshje, kanë kolaboracion me njëri tjetrin e tjerë. Pra, kjo, domethënë, kjo situatë i duhet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, domethënë, nga ana ekonomike. Ali Khamenei ka shanse që ta ndjek Asadin në Rusi? Tashti ne mund të tregojmë lloj-lloj barcaletash, po Asadi nuk është që jeton keq në Rusi, se ka një 150 apartamente, ka marrë gjithato, ka marrë disa aviona me kesh nga Siria. Është një mbret në vërgim. Edhe regjimi tashti që të flasim hapur, se akoma nuk kanë mbaruar të gjitha gjërat me Sirin, nuk është aq kollaj sa duket, por ai regjim në Siri që i ish terrorist që ka qenë, domethënë ka qenë dhe në burgjet amerikane, kjo dihet, si përkrahasi i ISIS-it, prandaj domethënë ky po përndjek popullatën krishtere në Siri, që mbështetet nga Izraeli. Dhe Siria me Izraelin do të kenë konflikt shumë shpejt.
nuk kam dyshim për këtë punë. Sado që Shtetet e Bashkuara do mundohen me gjithë këtë goditje që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prap administrata e Trumpit, un kam bindjen që janë më izolacionistë se më përpara. Ata do shikojnë hallat e veta, kanë problemet e veta, domethënë edhe me elektoratin e tjerë, sidomos tani që presidenti Trump nga një paqëruajtës i afirmuar që ishte dhe që i e bëri edhe para zgjedhjeve, ka vënë në qokë sokak edhe elektoratin e vet. Pra do bëj luftë për të korrur fitore, sidomos në zonën në drejtimin e imigracionit. Pra duke sistemuar ca gjëra të brendshme, ai mund të rifitonte besimin. Pra nuk ka nge. Kjo do të ndikonte edhe në konfliktin në Ukrainë sigurisht, sepse pikërisht pyetja, kjo ishte pyetja e fundit, çfarë po ndodh me Ukrainën ndërkohë që vëmendja është në lindjen e mesme. Gjithçka që ndodh po vazhdoi ta përsëris, shpije ujë në mullin e Rusisë. Nga njëra anë, domethënë përqendrohet vëmendja tek Irani, nga ana tjetër edhe më përpara, një muaj përpara kësaj ngjarje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr dhe armatimet që kanë qenë të drejtuar në drejtim të Ukrainës, i kanë çuar në drejtim të Izraelit dhe të bazave të tyre për të përforcuar bazat e tyre në lindjen e mesme. Pra, ky është një dobësim i madh, i konsiderueshëm i mbështetjes që më përpara Shtetet e Bashkuara i kanë bërë Ukrainës, një mbështetje totale dhe pa të, sado që të mundohet Europa me të gjitha mundësitë që ka dhe duke konsideruar mundësitë që ka dhe duke konsideruar atë që po ndodh në drejtim të ekonomive të tyre, unë shikoj që sigurisht, domethënë, konflikti në Ukrainë do të mbyllet dhe ai këtë vit, por jo ashtu siç duan ukrainësit. Këtë vit? Këtë vit besoj. Jo siç duan ukrainasit, mbyllet me ndarje. Me 20% e territoreve mendoni apo? Po, domethënë Putini para 3 ditësh deklaroi gjithashtu që neve nuk kemi ndërmend të marrim për shembull Sumi, qytetin që është në kufi me Rusinë dhe që nga erdhën trupat ruse kur çliruan Kurskun, zonën e Kurskut, pra i erdhi bumerangu mbrapa ushtrisë ukrainase që u fut atje. Shumë ekspertë ushtarak e konsiderojnë këtë gjë si një gabim trashanik dhe strategjik të Ukrainës që e përhapi frontin edhe më shumë akoma, duke pasur ne themi probleme në mobilizimin e ushtrisë, domethënë ato mobilizimet me forcë të njerëzve etj, kanë ndikuar dhe këta e hapën akoma më shumë frontin e luftës, që ishte një gabim taktik. Dhe tashti Rusia po përparon dhe ka pasur dhe lajme që në zonën e Sumit, aty ku janë afruar pothuajse 15 km nga qyteti, nga qendra domethënë rajonale, ka pasur disa inkursione të Ukrainës dhe kanë çliruar disa fshatra mbrapsh, domethënë ukrainësit, por në të njëjtën kohë kanë shkuar rusët dhe kanë goditur domethënë disa qendra banimi në Donbas të tjera dhe kanë liruar më tepër territor në zonën e Donbasit. Pra, ukrainasit marrin forca nga një pikë, i çojnë në një pikë tjetër, këta godasin në pikën tjetër. Domethënë nga ana strategjike domethënë po fillon kjo lëvizje. Ukraina ka intensifikuar goditjet me dronë në territorin rus, duke goditur jo vetëm objekte ushtarake, por ka goditur dhe tren pasagjerësh, ku ka pasur shumë të vrarë. Edhe Rusia ka goditur pika të ndryshme. Ministria e Jashtme ruse deklaron që janë goditur uzina ushtarake, por me ndihmën e ushtrisë apo nëpërmjet domethënë mbrojtjes kundër ajrore janë goditur dhe pallate civilesh me viktima të mëdha civilesh në Kiev. Sulmi i fundit ishte, domethënë kishte 6 viktima dhe 10 të plagosur. Por problemi është siç deklaruan, të paktën siç deklaruan ata, se unë tashti po transmetoj atë që domethënë deklarojnë ata, që në këto pallate domethënë edhe mes tyre ka pasur domethënë punishte për montimin e dronëve, që pastaj domethënë godasin qytetet ruse. Pra ka pasur informata nga vetë domethënë ose nga diversant ose nga spionët e tyre domethënë që dhe ka pasur domethënë goditje të tilla që çdo luftë sigurisht ka viktima të tmerrshme por
kjo luftë nuk ka të krahasuar me atë që po ndodh në lindjen e Mesme. Po flasim më pastaj për Gazan, që është një tragjedi, është një kasapkhan që me përmasat që Perëndimi për shembull e ka toleruar vetë dhe do të thoja biles jo vetëm Perëndimi, por në përgjithësi vendet e fuqitë e mëdha botërore. Thelbi i konfliktit në lindjen e Mesme është vetë Izraeli. Unë nuk jam antisemit, por është vetë Izraeli në kuptimin që kur u krijua ky shtet, filluan luftrat në rajon. Me sukses, pas sukses, Izraeli ka luftuar me vendet arabe për shumë vite dhe vërtet shumë vende arabe dëshirojnë asgjësimin e Izraelit, edhe Irani gjithashtu. Por problemi është që është te fuqitë e mëdha që në fillim OKB-ja vendosi për krijimin e dy shteteve paralelisht, shtetit arab, Palestinës dhe Izraelit. U krijua vetëm Izraeli, nuk u zgjidh çështja palestineze. Dhe nga ai problem fillojnë gjithë shkëmbijat e luftrave lokale. Biles për ironinë e fatit, në luftën e dytë, mos gaboj, arabo-izraelite, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet Bashkuara ishin aleat kundër Britanisë së Madhe. Është fakt, në vitin 57. Misha, unë të falenderoj shumë për gjithë analizën dhe panoramën e plot që sollet nga Rusia. Lutem, ishte kënaqësi.